Gjithashtu është rritëqasja në drejtësi për qytetarët me fokus të veçantë tek të rinjt, përmes hartimit dhe shpërndarjes së një udhëzuesi praktik mbi të drejtat ligjore dhe procedurat gjyqësore. Projekti kontriboi në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies duke nxitur publikimin e vendimeve disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve në faqe të zyrtare të institucioneve përkatëse, me qëllim forcimin e besimit dhe mbikëqyrjes publike. Vlen theksohet se tek KPK-ja ende kemi ngecën këtë drejtim. Se bëmi analizim të gjeturave të raportit të vitit 2023, mund të themi që tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës kemi vritur për njësim sa i përket publikimit sistematik të vendimeve, informacione të qarta në zbatimin e tyre, por tek Këshilli Prokurorial i Kosovës kemi hasur që vazhdojnë të ketë probleme sa i përket kësaj performance. Se përket Këshillit Prokurorial të Kosovës, gjetjet e vitit 2024 tregojnë se sfidat e identifikuara në vitin 2023 vazhdojnë pothuajse të jenë të njëjtën formë. Publikimi i agjendave shpesh është i vënuar, respektimi i gjuhëve zyrtare mbetet pak problematik dhe numri i vendimeve të publikuara sa i përket rasteve disiplinore të prokurorëve mbetet i ulët. Kjo krijon një hendek të vazhdueshëm midis vendimarrjes institucionale, por një ashtu edhe informimit të qartë të publikut. Fol ka rekomanduar që është shumë e rëndësishme që Këshilli Prokurorial i Kosovës të angazhohet më shumë në publikimin e vendimeve, duke marrë rast këtu edhe vendime disiplinore ndaj prokurorëve. E njëjta gjë ka vlerësuar edhe për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me qenë se ky këshill publikon vetëm vendime të cilat mirën për gjyqtarët, por jo edhe raportet në tërësi. Këto kanë bërë me qëllim që të garantohet një qasje e barabartë në drejtësi për të rritur besimin e publikut dhe për të forcuar përgjegjësinë në të gjitha nivelet e gjyqësorit. Pra, me qëllim të transparencës dhe llogaridhënies, Këshilli Gjyqësor mban takimet online përmes platformës zyrtare ku të gjitha vendimet janë publike përveç ato çështjet disiplinore. Në fillim të këtij viti, Këshilli ka miratuar udhëzimin administrativ për publikimin e vendimeve gjyqësore, përmes të cilit gjykatat publikojnë në kohë reale të gjitha vendimet gjyqësore me përjashtim të disa çështjeve penale. Tek pjesa kur flitet për transparencën, kemi parapoqë dy objektiva kryesore: fuqizimi i mekanizmave përgjegjës për përditësimin e web portalit me dokumentet e nevojshme. Ju e dini, sidomos organizatat që monitorojnë punën e Këshillit, e dini që kemi lancuar edhe web portalin e ri dhe çdo ditë bëhet përditësohet ky portal me dhona të reja. Sigurisht që nuk jemi të kënaqur, por po punojmë shumë që të avancojmë këtë web portal. Ngritja një njësie të re ose përmirësimi i njësisë aktuale të dedikuar për transparencë brenda sistemit prokurorial, për të publikuar në kohë reale kërkesat për qasjen e dokumente publike që bëhen. Po ashtu kemi paraportur zhvillimin dhe përmirësimin e sistemit aktual të transparencës në web portal që të paraqisim statistika reale dhe në kohë. Po ashtu, te llogaridhënia kemi paraportur forcimin e sistemit për vlerësim të performancës dhe të disiplinimit kontrollit.